أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Vëllezër të nderuar, që në fillim i falënderojmë Allahut fuqiplot, krijuesit të botrave, dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është i dërguari i Allahut dhe robi i tij. Salatet dhe selam, shpëtimi dhe paqja Allahut fuqiplot qoftë mbi krijesën më të nderuar, mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, i cili është vule e të gjithë pejgamberëve. Gjithashtu salatet dhe selamet, shpëtimi dhe paqja Allahut fuqiplot qoftë mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët, ashabët e tij të nderuar, të zgjedhur, si dhe mbi të gjithë besimtarët e sinqertë, të cilët gjithnjë e ndjekën rrugën e Resulullahit dhe të ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Allahu xhaleshanu qoftë razi, qoftë i kënaqur me ne dhe me ata. Të dashur vëllezër besimtarë, është fat dhe bereqeti i madh për ne që po takohemi përsëri edhe kësaj radhe me muajin e bekuar, me muajin e mëshirës, me muajin e bereqetit dhe të sakrificës, dhe me muajin e pendimit dhe faljeve të gabimeve apo të gjinahave. Pra që në fillim ju bëjmë me dije se sot në këtë ditë madhështore të xhumas e zgjodhëm temën Ramazani, muaj i ndryshimit. Allahu xhaleshanu në Kur'anin Azimushan, në surën Al Imran, ajetet të cilët ne pak më parë potencuam, në ajetet numër 8 dhe 9, na drejtohet dhe thot: Zoti im, mos ne largo zemrat tona pasi na i drejtove, na dhuro mëshirën tënde, pse vetëm ti je dhuruesi i madh. Zoti im, ti je ai që në një ditë do të tubosh njerëzit, ditë që për të cilën nuk ka dyshim. Allahu nuk e shkel premtimin e vet. Vëllezër, sot jemi në ditën më të bekuar, në ditën më madhështore, pra në ditën e Xhumë, dhe jemi pra duke agjëruar sot ditën e 8 të muajit të Ramazanit Sherifit. Dhe gjithashtu ju bëjmë me dije se sot jemi në Xhumën e dytë në këtë muaj madhështor. Ky muaj, vëllezër të dashur, siç e kemi përmendur edhe më herët, na ka ardhur neve që muslimanëve të na ripërtrijë shpirtërisht dhe të na edukoje moralisht. Prandaj ne duhet të shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar duke i kryer të gjitha ibadetet fetare, pra duke agjëruar, duke falë namaz, 5 kohët e namazit, gjithashtu duke falë edhe namazin e teravihis, duke bërë tesbih, gjithashtu duke i kryer obligime tjera fetare siç janë dhënia e sadakatul fitrave që jepet në muajin e Ramazanit Sherifit dhe dhënia e zakatit, pra që është fars. Po ashtu duhet të shfrytëzojmë këtë muaj, vëllezër të nderuar, duke madhruar Allahun xhaleshanu, dhe çka është më me rëndësi, duhet dhe e kemi për borç të ju largohemi të gjitha cilësive të këqija apo sifateve të këqija, punëve të këqija, fjalëve të këqija, nëse dëshirojmë që këtë agjërimin ton të na e pranoj krijuesi të botrave Allahu fuqiplot. Këtë më së miri na e sqaron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të njohur kur thot: ai i cili nuk e le rrenën dhe punën e keqe, si dhe paditurinë, pra ignorancën, Allahu nuk ka nevojë për të që ai të lënë ushqimin dhe pijen e tij, pra nuk ka nevojë që të agjërojë. Prandaj, vëllezër të nderuar, e kemi patjetër që të gjitha veset e këqija t'i lëmë anësh, në qoftë se dëshirojmë që ky agjërimi i jon të pranohet tek krijuesi Allahu fuqiplot. Vëllezër, duhet të shfrytëzojmë çdo rast, të shfrytëzojmë çdo moment, të shfrytëzojmë çdo orë të këtij muaji të bereqetshëm duke bërë ibadete, gjithashtu duhet sidomos të forcojmë imanin ton, të forcojmë pra besimin ton,
t'i kryjmë obligimet fetare ashtu siç na ka porositur Allahu i Madhërisëm. Pra, të fillojmë të miremi me veten tonë, t'i kushtojmë rëndësi anës së jashtme në përgjithësi dhe asaj anës shpirtërore në veçanti. Duhet të ruhemi nga çdo dobësi apo çdo noksonllëk, të kemi kujdes se si të veprojmë me azat e trupit tonë, pra me gjymtyrët tona. Pra duhet të kemi kujdes ku shkojmë, çfarë ham, çfarë flasim, çfarë dëgjojmë, çfarë shikojmë, çfarë shkelim, të gjitha këto për këto do t'japën llogari në botën tjetër në ditën e gjykimit para krijuesit Allahut fuqiplot. Ajo që na duhet neve vëllezër të nderuar gjatë këtij muaji të bekuar është ndryshimi i vetes tonë e më parë të këshillojmë veten tonë edhe të tjerët. Vëllezër, në radhë të parë këshilloj veten time, pastaj ju këshilloj edhe juve, se gjëja më kryesore gjatë këtij muaji të begatshëm, gjatë këtij muaji madhështor është sabri apo durimi. Vetëm na duke bërë sabër, pra duke bërë durim, na sigurojmë edhe shpërblimet mbi kryerjen e ibadeteve tona që i kryjmë, me një fjalë e sigurojmë këtë botë kalimtare dhe çka është më me rëndësi, e sigurojmë edhe botën tjetër të përhershme, pra botën e amshueshme ahiretin. Po ashtu duhet të mundohemi xhamat i nderuar maksimalisht që gjatë këtij muaji të bekuar ta e përmirësojmë veten tonë, pra t'i këshillojmë fëmijët tanë që të përmirësohen, të këshillojmë familjen tonë, t'i këshillojmë të afërmit tonë, kështu që të përfitojmë nga të mirat dhe bereqetet që ne i sjell ky muaj i madhërisëm dhe i bereqetshëm. Duhet gjithashtu xhamat, vëllezër të nderuar, të mobilizohemi me moral të mirë dhe me kulturë të lartë të agjerimit, pa marrë parasysh vendin ku jetojmë dhe rrethanat. Të jemi të durueshëm, të falemi dhe të punojmë ashtu siç ka porositur krijuesi i kësaj gjithësie Allahu fuqiplot. Ditët e shkëlqyeshme, vëllezër të nderuar, dhe të shëndritshme të cilët na po i kalojmë, janë ditët kur muslimani sinqerisht mendon, janë ditët e ibadetit, janë ditët e adhurimit, janë ditët e duave apo lugjeve dhe janë ditët e dhikrit që na më së shumti duhet ta kujtojmë krijuesin Allahun xhaleshanuhu në këto ditë madhështore. Këtë muaj, vëllezër, na muslimanët e lartësojmë dhe e madhërojmë duke kënduar dhe duke ndëgjuar Kur'anin Azimushan, dhe gjithashtu e madhërojmë këtë muaj të bekuar duke ndëgjuar vazën nasihat, pra ligjërata për Islamin dhe për bukurinë e tij të mrekullueshme. Vëllezër, ju bëjmë me dije se muaji i Ramazanit ndahet në 3 pjesë. Edhe atë 10 ditët e para të muajit të Ramazanit janë rahmet, pra janë mëshirë e Allahut për na, pra për njerëzin. Kurse 10 ditët e mesme janë maghfiret, janë të falurit e gabimeve apo gjinaheve tona nga ana e krijuesit Allahu xhaleshanuhu, pra për njerëzit. Kurse 10 ditët e fundit, pra fundi i Ramazanit, është shpëtim apo lirimi jon nga zjarri i xhehenemit, që kemi shpresë apo umut që Allahu të na i falë dhe të na liron nga zjarri i xhehenemit. Vëllezër, Ramazani neve besimtarve musliman na i gjallëron shpirtrat dhe na i forcon zemrat. Dhe na besimtarët bëhemi edhe më të kujdesshëm, sepse çdo punë të mirë që na e bëjmë në këtë muaj, e dim që do shpërblehemi shumë fish nga ana e Allahut fuqiplot. 5 vakët namazet që i falim, namazin e teravihis që e falim për muajin e bekuar, po ashtu namazet nafile që i falim, namazet vullnetare, gjithashtu sadekatul fitret që na i japim për këtë muaj, po ashtu nga malli i jon që na ka furnizuar krijuesi Allahu xhaleshanuhu e japim zeqatin, kuptohet në vend të sigurt atij ku janë të porositur sipas Kur'anit Azimushan. Gjithashtu, vëllezër, sjellja jon e mirë humane në familje, sjellja jon e mirë me koshit dhe sjellja e jon e mirë në shoqëri, të gjitha këto neve na sjellin fitime dhe bereqete dhe dobi të mëdha në këtë botë
kalimtare dhe në botën e amshueshme, pra në botën e përhershme të ahiretit. Vëllezër, secili prej nesh që ka mundësi të bën mirë dhe duhet të bën mirë, edhe atë sipas mundësive të tija individuale. Për këtë duhet t'i falënderojmë Allahut fuqiplot që neve na ka bërë mos pari musliman, besimtar të sinqert, dhe duhet të jemi të kënaqur nëse neve na jepet mundësia që dikujt tjetër t'i bëjmë mirë dhe që ndihmojmë atyre familjeve, atyre njerëzve të cilët janë në nevojë, pra kanë nevojën tonë. Pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: të mira ka shumë, por të pak janë ata njerëz që i punojnë këto të mira. Vëllezër, çdo njeri prej nesh duhet të mundohemi që të mbledhim sa më shumë poena pozitiv, pra të mbledhim sa më shumë punë të mira në këtë muaj të bekuar dhe sa jemi gjallë në këtë botë kalimtare, sepse nesër do të bëhet shumë vonë, pra nuk do të kemi mundësi, sepse bëhet vonë kur vjen pra vdekja afër, atëherë patjetër duhet të kalohet në botën e përhershme dhe nuk do të kemi mundësi që të bëjmë punë të hajrit apo punë të dobishme. Prandaj vëllezër, mos ta sjellim veten deri në këtë hall, deri në këtë shkallë, por duhet sa më parë të bëjmë tobe, pra një pendim të sinqert, një pendim të vërtet, të cilën tobe e pranon, kuptohet Allahu fuqiplot, dhe gjithëherë të punojmë ashtu sikur që lip krijuesi jon Allahu xhaleshanu, pra lip Islami prej nesh. Dhe në fund, vëllezër, e lutem Allahun xhaleshanu që të na i bën kabul të gjitha këto ibadetet tona. Na i bëj kabul faljen e namazit, pra 5 kohëve të namazit, faljen e namazeve, gjithashtu nafile, vullnetar që e bëjmë vetëm për hir të Allahut, gjithashtu e lutem Allahun xhaleshanu që na i bëj kabul agjerimin ton që jemi duke bërë vetëm për hir të Allahut, e lutem Allahun fuqiplot që të na mëshiron, të na mbron nga çdo gjë e keqe, e lutem Allahun fuqiplot që të na mbrojë nga intrigat e shejtanit të mallkuar, dhe inshallah Allahu xhaleshanu na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit, në rrugën e shpëtimit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dhe më në fund, xhamat, para se të përfundojmë, vëllezër të nderuar, e shfrytëzoj rastin edhe një herë sot në këtë ditë madhështore të xumës, në muajin e bekuar, e shfrytëzoj rastin që edhe një herë që falenderojmë publikisht nga ana e jon, pra e hoxhallarëve të xhamisë së fshatit Sëllars, dhe nga ana e këshillit të xhamisë tonë, të gjithë atyre që kanë marrë pjesë për të ndihmuar riparimin e xhamisë tonë të fshatit Sëllars, si me mjete materiale, pra me të holla, po ashtu ndoshta dikush edhe në aspektin tjetër, pra fizikisht që ka punu, që ka ndihmu, sidomos ju falenderojmë të rive tanë të fshatit Sëllars, të cilët pa hezitim kanë dhënë kontributin e tyre të madh që të na ndihmojnë që të e riparojmë dhe të përgatisim xhamin ashtu sikur që i ka hije dhe sikur që veç edhe duket. Në veçantë ju falenderojmë donatorëve të cilët i kanë blerë të pikat e ri dhe ja kanë dhuru xhamisë tonë, që e kanë zbukuruar edhe më tepër xhamin tonë. E lutem Allahun xhaleshanu që të gjithë këto të shpërblen, e lutem Allahun xhaleshanu që të na mëshiron dhe të na udhëzon në rrugën e drejtë. Inshallah Allahu xhaleshanu këto ditë të bekuara në vazhdim të muajit Ramazanit Sharifit na e bën të mundur që të falemi sa më shpejt në xhamin tonë. Inshallah Allahu xhaleshanu na largon të gjitha sprovat dhe na mëshiron. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.